por ajo që e bën të veçantë u bë qytet universitar Tetova. Ka 2 universitete. Po, është Universiteti i Tetovës dhe i Evropës Juglindore, apo siç njihet ndryshe, Universiteti i Shtulit. I Shtulit, po. Universiteti i Tetovës, që me vonë ushët e shtetrorit Tetovës, do më thonë dash luftë që të pranohet të bëhet shtetror. Fillimisht ishte jo shtetror. Nëse i kthehemi themelimit të Universitetit Tetovës, pikërisht ngjarjet e fundit të cilat ndodhen në Kosovë me uzurpimin dhe dëbimin dhe shkeljen e çdo një të drejtë të popullatës këndej shqiptare, uzurpimin e hapësirave pra Universitetit Prishtinës e andej këndej, çdo një shkollë që uzurpua dhe që kaluan pastaj në për shkollat shtëpi, u vështirësua edhe mundësia e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut që me që se u vendu një kufi, ishin kufi me njerëz të dhunshëm të cilët kishin ardhur për një sebeb djetë. Bëjnë zënka dhe të burgosin dhe të vrasin pra popullatën, të futin frigën në palc tek ne. Intelektualet asaj kohe pra me njëherë u aktivizuan, ishin profesorët të cilët realisht ishin profesor nga Maqedonia e Veriut në Universitetin e Prishtinës. Sa të shumë të ishin ata. Edhe me intelektualet tjerë mrenda në Republikën e Maqedonisë Veriut, ato vendosën që të formojnë dhe të themelojnë para pikërisht Universitetin e Tetovës, i cili dallon historie. Universiteti i Tetovës nuk ka shembull në botë. Çdo një universitet o ka themeluar shteti, qeveria, komunat, shoqatat, asociacionet, ndërsa Universiteti i Tetovës lindi nga gjiri i popullit, nga se ishte nevojë, nga se ne andej kemi pat problem. Shkollimin e gjuhën shqipe, në gjuhën amtare, neve është ndaluar çdo gjë që ishte shqipe ndonjëherë, dhe sa që edhe një lajm nuk e kishim në televizionet asaj kohe, dhe pikërisht pra i shpirti revolucionar dhe ajo dhe dashuria që ka pat gjithmonë, jo vetëm Tetova, komplet popullata asaj kohe, lindi pra si një rufe Universiteti i Tetovës, por duke qenë gjithnjë i mbështetur nga intelektualet, profesorët, akademikët, këndej kufirit pra vëzhgjet tonë të Kosovës.